Tani çfarë kemi? Le të shkojmë tek paluzja. Dje? Paluzja, zonjës që na telefonoi, shpresoj të jesh duke na ndjekur për nipin apo jo? Po. 4 vjeç, kështu që i bëjmë ndonjë kërkesë. Mirë tha Albana që ja ku jemi për të plotësuar dhe kërkesat dhe dëshirat dhe sugjerimet që na hapin ambisat. Kështu që her pas here kur kemi komunikim me ju, ju thjesht bëni kërkesat tuaja dhe ne jemi këtu për ju. Ju për ne dhe ne për ju. Është një formë reciprociteti mirënjohjeje. Mollët i lë me lëkurë. Thjesht largoj pjesën e fortë që i ngjet një kauçuku dhe pjesën e farave. Do t'i kaloj në blender, sepse dhe paluzja është në varësi të moshës. Jo më kot, zonjën e pyeta dje për moshën. A të bëj vetëm një mollë, që t'jemi më masën e qumshtit edhe të ujit e kam këtu. Urdhëra, ja. Do t'a kaloj në qumësht. Ose dhe në ujë nuk ka problem. Çfarë keni juve? Paluzet, bukur është të ju fshejmë në një frut që fëmijët nuk na e konsumojnë. Dikur, nëna ime di çka më thoshte? A, moj vajzë më thoshte, je si Haxhi Pishmani. Sepse, thashë të bëj një mollë, por ja që nuk jam vetëm unë, nuk është vetëm një gojë. Atë nuk e konsumojnë vetëm fëmijët. Jo, prandaj... Po, gjyshri tanë. Po, gjyshri tanë, po, patjetër që kanë mungesë në dhëmbi dhe të paluzet janë më të lehta për ti. Ja, e kaloj këtu, edhe qoftet më bëhen të gjitha. Mollë dhe qumë. E ndihmojmë dhe pak. Me ujë. I japim atë trashësi që duam. Sepse duket sikur është në grahmën e fundit. Po. E heq dhe marrë dhe një tenxhere. Sepse aty do t'i japim pak më tepër shije. Niki, këto i lëm. Ja një sekond, i lëm këtu. I lëm tëftohen, se i bashkojmë bashkë me pjesën tjetër të qofteve. Dhe vendos tenxheren. Njësoj mund të veprojmë me prodhë të tjera, me dardha. Masën e ujit, edhe pak ose ujë. Po ta shtojmë aty që ti japim pak më tepër shije dhe ëmbëlsi dhe ta trashim pak masën. Direkt një trazim edhe sheqerin. Pra një seshte dhe sheqer. E përzjej. Në pak ujë. Kalzojmë, se mos qimentoset, për shkak të një seshtes. Kur e kemi për fëmijët e vegjël, bebet e vogla, për bebet e vogla, me muajsh, e kalojmë në sit.
Po, bebet, do të thëmë para një vjeç, pa sheqer, me qënë se që t'i shpjegojmë të gjitha kur fazat është për bebet e vogla fare, prandaj thash bebet. Këtu. Është kullojmë dhe në sheqer. Për më të rritur. Bebet e mëdhaja që. Bebet e mëdhaja. Edhe këto s'kam dhënë, po alli se kam proteza, e kaloj të tillë. E kam thënë që shijen e ka lëkura, vitaminat i ka lëkura, pra dhe ne duam këtë mesazh të përçojmë në kuzhinë. Asgjë, asnjë pjesë e një produkti nuk është e nënvlerësuar, qoftë tek bishti, te bërthama, te lëkura. Te lëkura, edhe tek ajo pjesa që themi ne, që është si e kauçuk, edhe tek ajo. E përziej derisa të forcohet, të unifikohet, të jetë e një trajshme. Shiko, dhe ngjyra që ka është pikërisht dhe nga lëkura. Lëkura dihet që ka pektin, vetë molla ka acidin malik, na shërben shumë për tretjen, kështu që i përdorim të gjitha pjesët e saj. Lexojmë pak recetën tani, meqense do vazhdoj procesi në sobë, paluze me moll. Ju duhet një mollë e madhe ose 2 mesatare, 2 lugë gjelle shurup, sheqeri ose ëmbëlsues, çfarë të keni ju dhe çfarë përdorni ju në shtëpi, një gotuj dhe një lugë me një seshte, një lugë kafeje, për ta trashur paksa. E vendosim më pas në një tenxhere në sobë, të plotësohet, të trashet pak më tepër dhe lëreni të ftohet dhe shijoheni.